Në këtë edicion do të ndiqni. Fillon zyrtarisht fushata zgjedhore për zgjedhjet parlamentare të 28 dhjetorit. Në Kosovë mungon vetdia edukative për komunikacionin rrugor, kështu vlerëson eksperti i komunikacionit Nol Dedaj. Blerja e mjeteve piroteknike nga të miturit, rrezik për sigurinë. Përshëndetje, po fillojmë edicionin qendror të lajmeve këtu në televizionin Syri. Zyrtarisht sot në Kosovë ka filluar fushata zgjedhore për zgjedhjet e 28 dhjetorit, për herë të katërt brenda të njëjtit vit duke shtuar edhe zgjedhjet e balotazhit në disa komuna. Shumica e subjekteve politike në Kosovë do të zhvillojnë fushatën e tyre zgjedhore në kërkim të mbështetjes së votuesve. Fushata zgjedhore për 24 subjekte politike me 1180 kandidat do të zhvillohet nga sot me 17 dhjetor deri në orën 6:59 të datës 28 dhjetor. Sot ka filluar zyrtarisht fushata zgjedhore për zgjedhjet parlamentare që pritet të mbahen më 28 dhjetor. Fushata zgjedhore ka filluar sot dhe do të zgjasë deri në orën 6:59 të datës 28 dhjetor. KQZ tashmë ka publikuar edhe informacione në lidhje me procesin e votimit, ku është bërë ditur se për të votuar në ditën e zgjedhjeve në Kosovë, qytetarët duhet ta kenë një dokument të vlefshëm të Republikës së Kosovës, si letërnjoftim, pasaport ose leje vozitje. Ndërka sa i përket votimit në përfaqësi diplomatike, i njëjti do të zhvillohet më 27 dhjetor, një ditë para datës së zgjedhjeve në Kosovë. Sipas KQZ-s, për pjesëmarrje në zgjedhjet e parakohshme për Kuvendin e Kosovës, janë certifikuar 24 subjekte politike, prej të cilave 18 parti politike, 3 koalicione, 2 iniciativa qytetare dhe 1 kandidat i pavarur, ndërka që numri i përgjithshëm i kandidatëve që garojnë për ulse në Kuvend është 1180 kandidat. Sipas të dhënave nga lista votuese, numri i qytetarëve me të drejtë vote në vendvotime në Republikën e Kosovës është 1.999.205 votues, ndërka që numri i qytetarëve që janë regjistruar për të votuar jashtë Kosovës është 77.085 votues. Kujtojmë se zgjedhjet e 28 dhjetorit janë të tretat brenda vitit 2025, pas atyre nacionale të 9 shkurtit dhe zgjedhjeve lokale të 12 tetorit. Derisa partitë politike po bëhen gati për të kërkuar votën, edhe njëherë në anën tjetër qytetarët shpresojnë që të mos ketë neglizhenca të njëjta si në zgjedhjet e kaluara. Ata madje duan që aktorët politik të kenë më shumë kompromise mes veti. Me fillimin e fushatës zgjedhore kanë mbetur edhe 11 ditë nga mbajtja e zgjedhjeve parlamentare të 28 dhjetorit. Ekipi ynë ka intervistuar sot disa qytetarë për t'i pyetur se çfarë fushate mendojnë se do të bëjnë partitë politike. Zgjedhjet e tashit janë shumë të mira, inshallah shkojnë marë. Jo me na prit 9 muaj sa pritëm, se kjo është edhe pak qytetar t'i lodh, edhe inshallah na marrën koha mirë. E dalim zgjedhje e japim që ati më të mirit. Çka presni ndryshime? Pa ndryshime, inshallah, fitojnë ma tepër, a labë me jetë, jo me 40, me 30, atëra 5 mësë më po me dalën edhe herë. Inshallah, që ajo kryesor është, mësë me dalë 3-4 herë, edhe me shmezu parë badjava. Vanë si mi shti këto parë diku tjetër, ne duhet me në për zgjedhje me dalë, inshallah e në mushman ta që vejtarë tonë, edhe shkojmë me sukses. Qeta kanë më konë, pëse shë kanë me bo këta, po fushatat që zdivla, pëse, a i pëthat kështu, nuk kështu, pëse që fushata e në të vla. Që 7 herë përbojnë fushata, so ka djetë kërgjojnë. Ishala mushë mënë, na vetë, popli ka fajë. Një tjetër qytetar tha se shpresojmë që të ketë numër më të madh të votave për të arritur një kompromis. Inshallah dalin, se janë lodhë edhe populli me këtë sene, o janë lodhë për steprej, apove shka bonë që tash në zgjedhjet e përpashme, për pak vota nuk kalun, po duhet diçka inshallah gjojnë farë kompromisi edhe vazhdojnë. A mendon që du të ketë edhe ndryshime? Po bënd që ka ndryshime, bënd që s'po di shka me thonë, vesh inshallah fitën më i miri,
Nuk po e di, këta nuk ju ka shtyrë me tjetër kënd, për populli ka i vun këtu sene krejt. Veç populli, na im ka i vun këtu sene, që e ka bujta. Turp, vjen për ty një adin për zotën, adin më të mushmeni as me jetu këtu, që shë bu këtu. Kujtojmë se zgjedhjet e 28 dhjetorit janë të tretat brenda vitit 2025, pas atyre nacionale të 9 shkurtit dhe zgjedhjeve lokale të 12 tetorit. Kosova përballet me një numër gjithnjë në rritje të aksidenteve në trafik. Eksperti i komunikacionit Nol Dedaj në një lidhje virtuale tha se gjendja është alarmante, kjo pasi vendit toni mungon një edukim më i shtuar në këtë drejtim. Kosova po përballet me një numër gjithnjë në rritje të aksidenteve në trafik. Në 24 orë të fundit janë raportuar 40 aksidente trafiku me dëme materiale, 22 aksidente trafiku kanë përfunduar me të lënduar. Eksperti i komunikacionit Nol Dedaj thot se aktualisht situata sa i përket sigurisë rrugore është alarmante. Niveli i rrezikshmërisë, kur flasim për përcaktimin e nivelit të rrezikshmërisë, mos harroni, nuk e krahasojmë aksidentin me numrin e banorëve, nuk e krahasojmë aksidentin me numrin e automjeteve, po e caktojmë në bazë të shpenzimeve edhe derivateve që futet mbrana edhe numrin e kilometrazheve të rrugës. Do të thotë aksidenti si aksident është aktivitet. Mos harrojmë, mo proces dinamik. Atë proces dinamik një automjet e fut në lëvizje derivati. Edhe tash në qoftë se na krahasojmë nivelin shumën e derivateve që futen në territorin e Kosovës mbrana vitit, pastaj me numrin e aksidenteve edhe me kilometrazhin e rrugëve që kemi, atëherë kjo është ajo e saktë se si përcaktohet edhe koeficienti i niveli koeficientit të rrezikshmërisë. Për te shqetësueses që unë e konsideroj se është alarmante. Profesori Dedaj gjithashtu tha se Kosovës i mungon strategjia për siguri në komunikacion. Drejtuesit nuk janë të përgatitur si duhet për kushtet e ngasjes gjatë mjegullës dhe akullit. 12 muajt e vitit na nuk kem metoda edukative, veç represive. Pse mos me mojt një muaj në krejt territorin e Kosovës për rrypjen e sigurisë, për bisedimin telefon, për shembull anxhan të folë edhe me atë rregullën. Edhe ti e mon evidencë. Mas një mujve, krejt teritorin e Kosovës e lajmëran se do të keni tashti dënimin për këto elemente. Këto gjona nuk ekzistojnë në Kosovë. Nuk ekzistojnë. Ne e bo pjesë e statistika av aksidentet. Këto aksidentet e fatalitetit, na kem nevojë për mirë rishqyrtu infrastrukturën ligjore s'kem. Na kemi 3 ligje. Nuk e kemi ligjin për siguri rrugore. 2016 ministri Paleka ka shkatru sigurinë rrugore. I ka kriju 3 ligje tjera, edhe e ka kryu punën e vetë. Tutje eksperti i komunikacionit Dedaj tha se mungon edhe vetëdia edukative. Të na nuk ka edukim. Në qoftë se kthehemi në komunikacion, të automjetet, të drejtuesit e automjeteve, që e kanë patent shoferin, që e drejtojnë automjetin të përhershëm, në mënyrë të përhershme, atëherë ata njerëz si faktori njeri do të nërë me pak. Na muj me bon ndryshime bëhet. Njeri mundet me deviju, psikisht, mundet me koni lodhën, mundet me koni ndikimin e alkoolit, narkotikve, elementeve tjera, që ndikojnë drejt për drejt në zhvillimin e shpejtësisë, ose drejt për drejt në humbjen e përqendrimit në komunikacion të lodhja të këto gjona tjera. Atëherë, pse më na nuk e morëm një shembull të Amerikës edhe mi thonë, hajde t'i krijojmë institucionet përkatëse që ai lloj drejtuesi i automjetit, që nuk hyn për shembull e tërkalon shpejtësinë, me dërgu një institucion mi tregu se çfarë rreziqi na bën shpejtësia, çfarë rreziku na bën nëse na nuk ndalemi në dritën e kuqe. Domethënë këto janë elementet që nëse ne i shohim ata drejtues automjetit, edhe e mojnë një trajnim në institucionin përkatës për këto elemente, ai sigurisht do të pri atina do del me njohuri tjera edhe me vetësim tjetër sa i përket
edhe aksidente ose sigurisë në komunikacion. E që të ndryshohet kultura sjelljes në komunikacion nevojitet kohë dhe investim sistematik në mënyrë që qytetarit të edukohet qysh në vitet e para. Kjo pasi aksidentet përbëjnë kërcënim serioz të sigurisë njerëzore dhe jo në pak raste lirisht mund të konsiderohet edhe si problem i sigurisë nacionale. Gjithashtu, kjo pasi po cenohet jeta e njerëzve. Qendra shëndetit mendor në Gjakov edhe ajo shtëpisë integruese vitin 2025 po përmbyllen sipas planifikimeve. Besnik Stuja, drejtor, thotë se gjatë gjithë vitit kemi ofruar shërbime konform përgjithësive. Ai gjithashtu tha se edhe ky vit kryesisht ka qenë i qetë, me përjashtim të disa vështirësive të vogla të cilat janë tejkaluar shumë shpejt. Viti 2025 ka qenë i mbushur me plot angazhime për qendrën e shëndetit mendor në Gjakov. Besnik Stuja, drejtor në këtë institucion, tha se i gjithë procesi i punës ka shkuar mbar deri më tani. Gjatë vitit 2025 ne kemi vazhduar me punën e vazhdueshme që kemi në kuadër të programeve si në qendrën për shëndet mendor, dhe të cilën ofron programi qendrimi ditor, programi vizitave shtëpiake, programi specialistik. Ka vazhdu në rregull pa probleme. Me barna kemi qenë të furnizuar mirë. Se i përket shtëpisë së integrimit, e cila po ashtu vepron në kuadër të qendrës së shëndetit mendor, kanë vazhduar të ofrohen të gjitha shërbimet të nevojshme për të gjithë pacientët. Në shtëpinë për integrim vazhdon ende procesi i integrimit të personave me shërbimet kronike, psikiatrike, dhe aty ofrohet shërbimi 24 orësh me akomodimin edhe me të gjitha programet tjera procese rehabilitative të cilat zhvillohen në kuadër të programit të shërbimeve tona, në bazë të legjislacionit në fuqi. Drejtori Stuja tha se buxheti për gjatë kësaj periudhe ka qenë i mjaftueshëm, me përjashtim të disa periudhave të shkurtëra kur kanë hasur në vështirësi të cilat janë tejkaluar. Ne si institucione kemi pas buxhetin e mjaftueshëm, nuk kemi pas probleme sa i përket buxhetit, nuk kemi pas probleme sa i përket furnizimit me barna për kategorinë tonë. Ka pas disa periudha të shkurta, disa ditore, ose më mirë me thonë një mujorëshe, dhe të mirë, po të gjitha ato ne i kemi bërë planifikimet me kohë dhe nuk kemi ngecë. Për fund, Stuja shtoi se janë të gatshëm të ofrojnë shërbime për të gjitha patologjitë që paraqiten në këtë qendër, konform programeve që ata i posedojnë. Me ofrimin e festave të fundvitit, shitësit e mjeteve piroteknike vetë se kanë filluar të bëjnë shitjen e tyre, me qëllim që të sigurojë sa më shumë të ardhura. E në kohë festash bëhet thirrje që këto mjete që shpesh din të rrezikojnë edhe shëndetin, të mos ju shiten fëmijëve. Enver Partolla, operatori i licencuar për shitjen e fishekzjarreve, thotë se problemi kryesor mbetet shitja ilegale, veçanërisht ndaj personave nën moshën 18 vjeç. Me afrimin e festave të fundvitit, në shumë qytete të vendit janë shfaqur tenda të improvizuara në trotuare dhe hapësira të përcaktuara, ku po shiten mjete piroteknike dhe fishekzjarre, shpesh pa licencë dhe pa respektuar kriteret ligjore. Enver Partolla, operatori i licencuar për shitjen e fishekzjarreve, thotë se problemi kryesor mbetet shitja ilegale, veçanërisht ndaj personave nën moshën 18 vjeçare, të cilët shpesh nuk janë të vetëdijshëm për rrezikun dhe përbërjen e këtyre mjeteve. Procedura për shitjen e piroteknikës, domethënë mjeteve piroteknike, petardeve ose fishekzjarreve, për më rregull duhet me pas licencë. Për ndajimit pajisje me licencë. Çështja është se këtu nuk po përfillen rregullat edhe më thonë nga askush, edhe sidomos ka persona që shesin në moshën 18 vjeçare që nuk din me shka përbaj, me shka përballën. Çfarë punë është kjo? Kjo pak punë e rrezikshme. Inshallah ndodh kujt ndodh me pas lloj problemit. Po mirë është me pas masa më marrë vetë shteti. Mi ndalu njerëz që nuk kanë pajisje me licencë. Ai thekson se kjo është një punë rrezikshme dhe kërkon përgjegjësi të lartë sipas tij. Subjektet e licencuara janë të pajisura me leje nga Ministria e Mbrojtjes dhe kanë kryer trajnime specifike për këtë lloj aktiviteti. Na punojmë domethënë moti jemi të pajisur për Ministrisë së Mbrojtjes, Ministrisë e Miqes në Prishtinë për licencë fishekzjarreve, për shitjen e fishekzjarreve.
Edhe kemi kryer trajnime për këtë punë. Krahasuar me vitin e kaluar, sipas tij ka rreth 40% rënje të punës, edhe pse ditët në prag të vitit të ri pritet të sillin pak më shumë interesim. Për momentin është rënje shumë e madhe, krahasim me vitin e kaluar është 40% rënje e interesit. Domethënë nuk ka interes për momentin. Fakt që ditëve tashme afrimi e vitit të ri ka interesim më të madh, por nuk është çu ka qenë as vjet. Për 4% ka rënje të punës. Një tjetër shqetësim mbetet edhe rritja e çmimeve. Shumë pak mund me pas nështë ngritje, se sërët e mori mollin gjithmonë e vjen me mashtrajt. Se u hyp edhe nivel botnor hyp edhe Kina ka shajtu mollin. Kjo është dokuri që ne përcillet të ne. Çdo gjë është ngrakesë për popullin, për qytetarët. Shitja e pakontrolluar e mjeteve piroteknike, veçanërisht në hapësira publike dhe ndaj të mitureve, vazhdon të mbetet një rrezik serioz për sigurinë e qytetarëve, ndërsa kërkohet ndërhyrje më e madhe e institucioneve për zbatim të ligjit dhe parandalimin e ndonjë aksidenti. Ministrja në detyrë e industrisë, ndërmarrësisë dhe tregtisë, Rozeta Hajdari, dje nënshkroi vendimin për caktimin e masave mbrojtëse për produktet e naftës të përdorshme në transport, me qëllim të mbrojtjes së konsumatorëve dhe konkurrencës së drejtë në tregun vendor. Me këtë vendim është përcaktuar marzha tregtare maksimale e lejuar. Ministria e Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë ka nënshkruar vendimin për caktimin e masave mbrojtëse për produktet e naftës të përdorshme në transport, me qëllim të konkurrencës së drejtë në tregun vendor dhe mbrojtjes së konsumatorëve. Vendimi i nënshkruar nga Ministrja në Mint, Rozeta Hajdari, është rezultati i mbikëqyrjes së vazhdueshme të tregut të naftës, ku përmes evidencave të përditshme të doganës së Kosovës dhe raporteve nga ana e Inspektoriatit Qendror të Mbikëqyrjes së Tregut, është parë që ndryshimet e çmimeve furnizuese nga importi shumë shpesh pasqyrojnë në rritje të çmimit të shitjes, por që e njëjta nuk vlen kur çmimi furnizues bie. Me anë të këtij vendimi, është përcaktuar edhe marzha tregtare maksimale e lejuar, ku për shitjet me shumicë, çmimi shkon deri në 2 euro cent për litër, ndërkaq në shitjen me pakicë, çmimi shkon deri në 12 euro cent për litër. Ndërkaq ekipi ynë ka kontaktuar me kryetarin e shoqatës së naftetarëve të Kosovës, Fadil Berjani, në lidhje me vendimin, por që i njëjti është shprehur se ende nuk e ka pranuar këtë vendim. Në vazhdim të ndjekim parashikimin e motit për ditët në vijim. Para se të ndajmi të ndjekim edhe një herë titull kryesor të këtij edicioni. Fillon zyrtarisht fushata zgjedhore për zgjedhjet parlamentare të 28 dhjetorit. Në Kosovë mungon vetdia edukative për komunikacionin rrugor, kështu vlerëson eksperti i komunikacionit Nol Dedaj. Blerja e mjeteve piroteknike nga të miturit, rrezik për sigurinë. Këtu merr fund ky edicion qendror i lajmeve. Ju mund të vazhdoni të na ndiqni në televizionin Syri, si dhe në rrjetet tona sociale. Mirupafshim.